Lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale në të cilën shfaqet një kafshë e egër që kafshon një shtetas, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier kanë kryer veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale për përcaktimin e përgjegjësisë në zbardhjen e rrethanave. Në përfundim të këtyre veprimeve u identifikua shtetasi që kishte në pronësi kafshën AH 52 vjeç, banues në fshatin Zharrës, për të cilin pas konsultimit me prokurorin nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale, shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve, pasi dyshohet se e ka mbajtur kafshën në banesë në kundërshtim me rregullat. Shtetasi AH ka deklaruar se kafshën e ka gjetur në lushnjë në rrugë 6 muaj më parë, kur ajo ishte e vogël dhe e ka mbajtur në banesën e tij për disa kohë. Mëtej ai ka deklaruar se para një muaji e gjysmë kafsha ka ngordhur. Punohet për dokumentimin e rrethanave të këtij rasti. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për një shtetase 16 vjeçe, banuese në Fier, pasi është konfliktuar fizikisht me një bashkëmoshatare në ambientet e shkollës ku ishin nxënëse. Referuar materialeve në prokurori, ku filloi dhe procedimi penal për shtetasit BA 54 vjeç dhe JA 38 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me grushte një 27 vjeçar. Shpallen në kërkim shtetasit BB 24 vjeç dhe MI 36 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se kanë goditur me grushte një 40 vjeçar, punohet për kapjen e dy shtetasve. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit NH, banues në fshatin Toshkës, pasi zjarri që ky shtetas ka ndezur për të djegur mbeturina ka dëmtuar disa rrënjulliri në pronësi të një shtetaseje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.